nuk konsideroj që ka një mosbarazi në për sa i përket trajtimit të barabartë para ligjit ndërmjet zyrtarëve publik, sepse është një çështje e thjeshtë, mendoj unë në kontekstin e tillë, sepse kemi detyrim me zbatu aspektin ligjor, gjithsesi kushtetutën dhe ligjit si burime kryesore të së drejtës. Dhe praktika është burim dytësor i së drejtës, gjë që në aspektin penal madje shumë zon vend pak. Prandaj në këtë kontekst, prokuroria, por as gjykatat nuk duhet të referohen aspektit të një vendi. Definitivisht, zyrtari i cili ka bo shkelën e njëjtë para një viti, pandyshim të asnjë ligji tashmë trajtohet më mirë, me ato që është trajtuar më keq se sa me ato që bën shkeljen këtë vit. Do kjo është një, përveç parimi i barazisë para ligjit që është dëmtuar rënd me këtë vendim e me këtë praktik, ka edhe, pra po them edhe një herë, është më shumë se ajo, është inkurajim i zyrtarit publik mos ta zbatojnë ligjin. Është inkurajim i zyrtarit publik që mos jenë transparent, është inkurajim i zyrtarit publik që mos jenë llogaridhënës ndaj publikut i cili tek e fundit na paguën pagat tona. Nëse është kështu, është pabarazi. Mirë po nuk do duhej të mos veprohej. Unë nuk jam dieni, po gjithnjë po flas në bazë asaj që ju po më tregoni, që nuk pas ka fillu procedura ose edhe për këtë vepër penale, por nuk është dosht. Unë nuk e shoh, nga këndvështrimi im, një si këtyre gjana, nuk e shoh që është pengesë për ndjekje penale dhe nuk e shoh karakterin detyrues të këtij aktgjykimi. Unë e shoh si çdo aktgjykim tjetër që është marrë në një çështje konkrete, ata e kam vlerësuar se duhet jetë lirues, sikurse edhe te vepra penale, vrasje ose diçka tjetër, dhe nuk është detyrim. Nuk paraqet detyrim për shkallët më të ulta ose për ndjekje penale të prokuroria ose të agjencioni ose të ne. Në ligj e kemi, në 430 ato është vepër penale dhe ne kemi për detyrë për me ardhur dhe çaja gjendje që mos më fillon ndjekje duhet më shlyej ligj. Mu hiqi që mos kenë ndjekje penale. Po jo mbi bazën e një aktgjykimi. Unë nuk e di se si ka ardhur, as nuk muj me ditë, as nuk kam të drejtë as me komentu, as me vlerësu aq më pak, na jemi në shkallë më ulët, mirë po në aspektin e paraqitjes së pengesës juridike për fillimin e procedurës, absolutisht unë shoh gabim. Natyrisht është krijuar një pabarazi në kuptimin e trajtimit të zyrtarëve të lartë që kanë qenë të përfshirë në detyrimet për të me deklaruar pasuri, sepse deri në periudhë caktuar kohore ne kemi pas aktgjykime dënuese, ndërsa tani në një periudhë të caktuar kohore nga nxjerrja këtij aktgjykimi tutje kemi një standard të ri. Unë mendoj që mund të jetë pabarazi, dhe është pabarazi në raport me ata që vetë se janë dënuar, në raport me këta të tjerë domthonjë që vetë se janë pushuar ose janë liruar me vendime gjyqësore, por që natyrisht vendimarrja gjyqësore nuk i takon prokurisë, por është vendimarrja që takon gjykatave.